Përshëndetje. Njohja e gjuhëve të huaja është një pasuri e vërtetë. Jo më kot njerëzit thonë se sa më shumë gjuhë që dini, aq më shumë vleni. Ta njehni gjuhën e kombeve tjera, e njerëzve tjerë, e fqenjeve tuaj. Do të thotë që të njiheni me kulturat e tyre, të njiheni me traditat e tyre, të mund të jeni më afër tyre dhe të keni udhëtime më të mira e më të këndshme, duke u njohur me njerëz me të cilët mund të komunikoni në gjuhën e tyre lirisht. Të njohësh gjuhët e tjera është një pasuri e vërtetë dhe unë e inkurajoj të rinjët, sidomos ata që të mësojnë gjuhën e fqenjeve, do të ndihen më të plotësuar, më të suksesshëm, do të kenë punë më të mirë, më të lepërdishme, mundësi më të mëdha për punësim dhe për udhëtime. Prandaj mësojeni gjuhët e fqenjeve, sepse do të jeni të plotësuar dhe të kënaqur edhe shpirtërisht.